Dashi, sot do të ndjesh energji të reja që po pulsojnë në zemrën tënde. Kjo është një ditë e përkryer për të thelluar lidhjet me të dashurit. Një bisedë e thellë mund të sjellë qartësi me një marrëdhënie të rëndësishme. Në punë mund të ndjesh nevojën për të shfaqur aftësitë e tua krijuese. Mos hezito të marrësh iniciativa të reja, por sigurohu të ruash një qasje të balancuar. Financat mund të kenë nevojë për pak kujdes, kurse një takim me një këshilltar financiar mund të jetë i dobishëm. Ndërsa ndjenjat janë të thelluara, gjej kohë për të reflektuar mbi ëndrat e tua më të thella. Pak qetësi do të ndihmojë të rivendosësh ekuilibrin e brendshëm. Shijo momentet dhe ndiq ritmin e zemrës. Demi. Dita nis me ndjesinë e një fillimi të ri, ndërsa energjitë pozitive shkëlqejnë. Marrëdhëniet personale kanë nevojë për kujdes të veçantë. Një bisedë e sinqertë mund të zhbërojë keqkuptimet. Në vendin e punës, përqendrohuni në detajet dhe mos u nxitoni me vendime të mëdha. Financat kërkojnë vëmendje, por mos u shqetësoni. Një kursim i vogël sot do të shpërblejë nesër. Shijoni momentet e qeta për të reflektuar mbi dëshirat tuaja të brendshme. Në dashuri, lejoni që zemra të udhëheqë dhe mos keni frikë të jeni i hapur me ndjenjat tuaja. Kujdesuni për veten dhe planifikoni një aktivitet që ju sjell gëzim. Mbani mend, çdo sfidë është një mundësi për të mësuar diçka të re. Sot gjithçka është e mundur. Binjakët, në këtë ditë të marsit, ndjenjat do të jenë më të thella dhe mendimet më të pastra. Është një kohë e përkryer për të reflektuar mbi marrëdhëniet e tua dhe për të shprehur dashurinë në mënyra të thjeshta, por kuptimplota. Në punë, përqendrohuni në detajet që shpesh lihen pas dore. Këto do të bëjnë diferencën në suksesin tuaj të ardhshëm. Një mundësi e papritur financiare mund të shfaqet, por peshoni mirë të gjitha opsionet përpara se të merrni një vendim. Një shëtitje jashtë në natyrë do të rigjallërojë shpirtin tuaj dhe do të sjellë qetësi për mendjen. Mos harro të kujdesesh për veten, duke gjetur kohë për të medituar dhe për të rikuperuar energjitë e tua. Beso në rrjedhën natyrale të jetës. Daforia. Dita e sotme shënon një periudhë reflektimi dhe rritjeje të brendshme. Emocionet tuaja mund të jenë pak të ndjeshme, por kjo ju ndihmon të lidheni më thellë me ata që doni. Në punë do të përballeni me disa sfida që kërkojnë durim dhe zgjuarsi. Mos keni frikë të kërkoni ndihmë nga kolegët, pasi bashkëpunimi do të sjellë rezultate më të mira. Financat mund të kërkojnë vëmendje shtesë. Kujdesuni për shpenzimet e vogla që mund të mblidhen. Në dashuri, është momenti i duhur për të qenë të hapur dhe të sinqert me partnerin tuaj. Komunikoni dëshirat dhe shqetësimet me qartësi dhe do të ndjeni një afrim të veçantë. Në mbrëmje, një shëtitje në dritën e yjeve do t'ju qetësojë shpirtin. Luani. Sot do ndjeni të mbushur me energji të reja që do t'ju ndihmojnë të kaloni çdo sfidë me lehtësi. Nga ana romantike, lejoni që zemra juaj të flasë dhe mos keni frikë të shprehni ndjenjat. Një surprizë e vogël nga partneri do t'ju ngrohë zemrën. Në punë, jeni të përkushtuar dhe mos të humbni fokusin. Mund të përballeni me një mundësi të re që kërkon vendime të mençura. Financat duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet impulsive për të ruajtur balancën. Nëse ndjeni nevojën për pak kohë të qetë, një shëtitje në natyrë do t'ju ndihmojë të qetësoni mendjen. Meditimi mund të sjellë qetësi dhe harmoni. Kujdesuni për veten dhe mos harroni se çdo ditë është një mundësi e re për të shkëlqyer. Birgjëresha. Sot do të ndjeni të përqendruar dhe të gatshëm për të përballuar sfidat e reja që jeta ka për ju. Në punë, vendosmëria juaj do të vlerësohet nga kolegët dhe do të ndjeni të nderuar për aftësitë tuaja organizative. Mbani syt hapur për mundësi financiare që mund të duken të vogla, por që fshehin potencial të madh. Në dashuri, komunikimi i sinqert do të jetë çelësi për të forcuar marrëdhëniet. Bisedoni hapur për ndjenjat tuaja dhe dëgjoni me kujdes atë që partneri ka për të thënë. Ndjenjat e brendshme do të jenë të balancuara, duke ju mundësuar të përballoni me qetësi çdo sfidë emocionale. Kosmosi ju mbështet me energji pozitive që do t'ju ndihmojnë të lulëzoni në çdo fushë të jetës. Dëshorja. Sot, universi ju fton të ndaloni dhe të reflektoni mbi ekuilibrat që keni ndërtuar në jetën tuaj. Në dashuri, një diskutim i thellë me partnerin do të hap horizonte të reja dhe do të sjellë një ndjesi më të thellë mirëkuptimi. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të ndezë zemrën tuaj. Në punë, energjia juaj kreative është në kulmin e saj dhe mund të përdorni këtë për të zgjidhur një çështje që ju ka shqetësuar së fundmi. Financat janë në një ritëm të qëndrueshëm, por menjanimi i shpenzimeve të tepërta do t'ju ndihmojë të planifikoni për të ardhmen. Ndiqni intuitën tuaj dhe besoni në rrugën që po merrni. Dita premton qetësi dhe harmoni, duke ju ftuar të përkëdhelni veten me momente të vogla lumturie. Akrepi. Në këtë ditë Marsi ndjes një ndjenjë qetësie të brendshme që të ndihmon të përballosh gjithçka me durim.
Në punë, energjia jote do të ndihmojë të zgjidhësh çështje të mbartura, duke shfaqur aftësitë tua organizative. Në dashuri, një bisedë intime mund të sjellë më shumë afërsi me partnerin. Nëse je beqar, trego i hapur ndaj njohjeve të reja, pasi një takim i papritur mund të zgjojë interesin. Në fushën e financave, trego i kujdesshëm me shpenzimet dhe përpiqu të planifikosh më mirë buxhetin. Kjo do të ndihmojë të shmangësh ndonjë surprizë të panevojshme në të ardhmen. Përqendrohu në mirënjohjen për gjithçka që ke dhe kujdesu për veten me dashuri. Sukseset e vogla të ditës do të ndriçojnë zemrën tënde. Shigjetari. Sot, energjia kozmike të fton të përjetosh emocione të reja dhe të hapesh ndaj mundësive të paparashikuara. Në dashuri, është momenti ideal për të folur hapur dhe për të ndarë ndjenjat e tua. Kujdes nga keqkuptimet, por mos e humb besimin në vetvete. Në punë, përqendrohu në detaje dhe përpiqu të mos e marrësh gjithçka personalisht. Një udhëtim i shkurtër mund të sjellë frymëzim dhe ide të reja. Sa i përket financave, trego kujdes me shpenzimet impulsive. Bëj planifikime afatgjata dhe qëndro i qëndrueshëm me qëllimet e tua. Ndërkohë, duke u zhytur në natyrë, do të ndjesh një lidhje të thellë me energjinë e botës përreth teje. Kujdesu për mirëqenien dhe mos harro të marrësh frymë thellë. Britjapi. Sot ndjen një impuls të brendshëm për të menduar më thellë për qëllimet tua afatgjata. Në punë, fokusohu në detajet e vogla që mund të shpëtonin më parë, pasi ato janë çelësi për të ecur përpara. Një mundësi e papritur financiare mund të shfaqet, mbaje mendjen të kthjellët për të marrë vendimin e duhur. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin do të forcojë lidhjen tuaj. Nëse je beqar, ki kujdes ndaj një personi të veçantë që mund të tërheqë vëmendjen. Ndjesia e përgjithshme e ditës është e qetë dhe e mbushur me reflektime. Merr kohë për veten dhe kujdesu për mirëqenien fizike dhe emocionale. Përdor intuiten për t'i dhënë formë rrugës që dëshiron të ndjekësh. Ujori. Sot ndjen një energji të re që të mbulon si një avull i ngrohtë pranveror. Zemra jote është plot me dëshirë për aventura të reja në dashuri. Mos hezito të ndash ndjenjat me dikë që e ndjen afër. Në punë, sfidat do të shfaqen si një test i durimit dhe zgjuarsisë tënde. Ki besim që do të përballosh gjithçka me elegancë. Financat të kërkojnë një qasje më të kujdesshme, kështu që mendohu 2 herë para se të marrësh vendime të rëndësishme. Ndërkohë, është koha ideale për të dëgjuar muzikën e preferuar ose për të shijuar një shëtitje të qetë në natyrë. Kujto se çdo ditë është një mundësi e re për të lulëzuar në mënyrën tënde unike. Peshqit. Dita e sotme sjell një energji të veçantë që të fton të thellosh lidhjet me ata që të rrethojnë. Në dashuri, është momenti të dëgjosh më shumë dhe të flasësh me zemër të hapur. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë afrinë të madh. Në punë, syno të përqendrohesh tek detajet. Një përkushtim i veçantë do të vlerësohet nga eproret duke të dhënë mundësi të reja. Financat duket se po stabilizohen, por trego kujdes me shpenzimet e panevojshme. Ndjenja e brendshme është qetësuese dhe një shëtitje në natyrë do të ndihmojë të rifitosh harmoninë. Dëgjoje intuiten, ajo është fudhërrëfyesi yt më i mirë sot. Besoj ëndrave dhe lëri ato të drejtojnë në rrugën e duhur.